Ndëruar shikues, në mbrëma do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Atentat me tritol në Sarandë, hidhet në erë makina, humbi jetën 58 vjeçari, dyshime për akmarrje pasi djali i viktimës është arrestuar për plagosje. I riu i armatosur tenton të shpëtoj patrullës dhe përplas 9 mjete lë të plagosur policin dhe gruan e tij që udhtonin me motor përfundon në pranga. Edi Rama deklaron se Erion Velia ju mor nga zyra e tij dhe u dërgua në burg pa gjyq. Kryeministri thotë se mbajtja e zgjedhjeve në Tiranë ishte domosdoshme. Vjojmë më gjërësisht. Saranda u trondit nga një shpërthim i fuqishëm tritoli që i mori jetën një 58 vjeçari. Makina u hodh në erë teksa Isuf Jaçaj ndodhej brenda mjetit dhe përpasoi mbeti i vdekur në vend. Atentati dyshohet se ka lidhje me hakmarrjen pasi biri i viktimës është përfshirë në një plagosje të ndodhur pak muaj më parë në qytetin bregdetar. Një 58 vjeçar mbeti viktime një atentati të mirë organizuar mbrëmjen e të shtunës në qytetin bregdetar të Sarandës. Një makinë u hodh në erë me tritol, ndërsa Isuf Jaçaj që ishte brenda mjetit humbi jetën menjëherë nga shpërthimi. Ngjarja ndodhi rreth orës 23:30 minuta në lagjen numër 3, në të njëjtën lagje ku të birit Klaus Jaçaj vetëm 3 muaj më parë i hodhën në erë mjetin po me tritol. Policia mbriti menjëherë në vendin e ngjarjes për të zbardhur dinamikën e atentatit. Nga pamjet shihet se makina është shkatruar plotësisht, çka tregon forcën e shpërthimit, ndërsa është dëmtuar edhe një tjetër mjet aty pranë, si dhe disa biznese. Vrasja e 58 vjeçarit dyshohet të jetë bërë për motive hakmarrje, pasi i biri Klausi, 31 vjeç, është përfshirë në një ngjarje kriminale në korrik të këtij viti në qytetin e Sarandës dhe aktualisht ndodhet në burg. Vet Isuf Jaçaj merrej me turizëm duke transportuar me skaf pushues drejt plazheve dhe duke bërë guida turistike. Më 17 korrik në qytetin e Sarandës, 2 të rinj u plagosën me armë zjarri nga Ramadan Zoto, 43 vjeç, pas një konflikti për një tokë në Bregdet. Zoto i qelloi me armë drejt 2 personave nga Kamza, Gëzim Hajdaraj dhe Ernest Lame. Ishte Klaus Jaçaj, i biri i viktimës së të shtunës, ai i cili e ndihmoi Zoton të largohej nga vendi i ngjarjes bashkë me të vëllain. Klaus Jaçaj u arrestua vetëm një javë pas ngjarjes, ndërsa 2 ditë më parë ishte hedhur në erë makina me eksploziv. Vetë Ramadan Zoto ra në pranga më datën 22 gusht në qytetin e Korçës. Për atentatin me tritol ndaj Isuf Jaçaj mësohet se janë shoqëruar 10 persona, por policia nuk ka mundur ende të mbërrijë tek emrat e autorëve. Një i ri armatosur ka shkaktuar një aksident zinxhir në Tiranë në përpjekje për të shpëtuar patrullës së shqiponjave. Ai përplasi dhe la të plagosur një efektiv jashtë shërbimit dhe gruan e tij që udhtonin me motor. Në aksident u përfshin 9 mjete, ndërsa 31 vjeçari u kap në afërsi të Saukut së bashku me pistoletën. Ma gjogje zdo me vetëm mjetë. Okay. Sigur e pak mjetë, e fit. Hajde zbyta. Ky është momenti kur 31 vjeçari i merr krashi i largohet policisë në momentin që efektivët e ndaluan për kontroll në Sauk, sepse kishin informacion se ai lëvizte me armë zjarri në makinë. Një metë me targa gjermane. Krashi bëri rezistencë ndaj forcave shqiponja dhe u largua me shpejtësi të madhe me makinë në përpjekje për t'u arratisur, duke vënë në rrezik uniformat blu dhe qytetarët që ishin në rrugë. Gjatë ndjekjes nga policia, i riu me 3 emra përplasi 9 makina dhe 1 motomjet, me të cilin po qarkulloni një efektiv policie që ishte jashtë shërbimit dhe bashkëshortja e tij. Ata mbetën të plagosur dhe u dërguan në spital, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore është e stabilizuar. Pas disa minutash ndjekjeje, i merr krashi u arrestua nga policia. Ati ju bllokua makina, ndërsa efektivët sekuestruan pistoletën që kishte në mjet. Sipas policisë, si merr krashi është me precedent të theksuar kriminal dhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Dyshohet se ai është pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Rrjeti i prostitucionit i goditur fal bashkëpunimit të autoriteteve shqiptare me ato kolumbiane ka gjeneruar në pak muaj mbi 1 milion euro. Operacioni çoi në pranga Babe Bir nga Kolumbia, si edhe disa persona të tjerë në vendin tonë. Ky është momenti kur Lucas Betancourt dhe baba i tij arrestohen në banesën e tyre në Kolumbi
Babe birë akuzohen si kokat e linjës së trafikut të qenieve njerëzore për prostitucion në Shqipëri dhe në rajon. Burime bëjnë me dije se gjatë kontrollit në banesën e tyre në shtetin e Kolumbis janë gjetur kode të Bitcoin, fatura të ndryshme të transfertave të parave, që dyshohet se vinin nga aktiviteti i prostitucionit. Për llogaritet se nga janari deri tani janë transferuar mbi 1 milion euro, kryesisht nga vendet e rajonit dhe nga Shqipëria drejt Kolumbis. Jo vetëm kaq, por janë zbuluar dhe disa banesa apo hotele që përdoreshin si fole për prostitucionin në Tiranë nga vajzat e huaja. Vision Plus mëson dhe rolin e personave të arrestuar në Tiranë në këtë skemë kriminale. Sipas burimeve, mësohet se njëri prej të arrestuarve, Mirel Shpërdheja, është pronari i një agjencie të pronave të paluajtshme, i cili kishte vendosur 15 banesa në Airbnb në dispozicion për prostitucionin, ndërsa Ilmar Gugashi është pronari i hotelit në afërsi të gjykatës së lartë, godin gjithashtu e përdorur në këtë aktivitet. I arrestuari tjetër, Dritan Suka, komunikonte drejt për drejt me Lukasin në Kolumbi, ndërkohë që jepte gjithashtu banesa me qira për vajzat që shfrytëzoheshin. Në Shqipëri, kolumbianët kishin të paktën 7 bashkëpunëtorë, të cilët ranë në prangat pas një hetimi 8 mujor të antitrafiqeve të Tiranës dhe autoriteteve të huaja, ndërkohë 48 vajza të huaja, të cilët u shfrytëzuan për prostitucion, po hetohen në gjendje të lirë. Për kryerjen e një aksioni të përbashkët, një delegacion i autoriteteve shqiptare, zëvendësdrejtori i policisë të Tiranës Erion Ismaili, shefi i sektorit e antitrafiqeve Arber Zemani, prokurori i Tiranës Ridvan Suka dhe oficerja shqiptare e kontaktit në Hag, udhëtuan në Kolumbi ku morën pjesë në mega operacionin në bashkëpunim dhe me agjencitë e tjera të huaja. Kryeministri Rama mbrojti Erion Veliajn duke thënë se u mor nga zyra dhe u burgos pa gjyq në një proces sipas tij brutal të drejtësisë. Në podcastin Flasim, ku kishte të ftuar Rogerta Manastirliun që garon për Tiranën, ai përsëriti domosdoshmërinë për mbajtjen e zgjedhjeve, ndërkohë mori në mbrojtje edhe presidentin që dekretoi zgjedhjet papritur vendimin e kushtetueses. Betejë ligjore e Erion Veliajt në gjykatën kushtetuese nuk mund ta lërë Tiranën pa një kryetar bashkie. Sezonin e 3 të podcastit Flasim, kryeministri Edi Rama i riktheu me të ftuarën e parë, kandidaten për kryeqytetin Rogerta Manastirliu, ku shpjegoi dhe arsyet për vendimin e shkarkimit të Erion Veliajt. Tirana mbeti pa kryebashkiak, si pasojë një zhvillimi brutal të lidhur me drejtësinë. Kryetari i bashkisë u mor nga zyra pa gjyq dhe u çua në paraburgim, ku vazhdon të mbahet ende prej gati 8 muajsh përmes një procesi me standarde që, për ta thënë but, janë të dyshimta. Por ama ndërkohë Tirana nuk mund të presë më. Rama komentoi gjithashtu dhe për kritikat për dekretin e datës së zgjedhjeve nga presidenti Begaj, e quajtur antikushtetuese nga opozita. Ndërsa ata që diskutojnë legitimitetin e dekretit presidencial për zgjedhjet nuk kanë faj. Se nuk kanë as shkollën, as pavarësinë intelektuale dhe as dijen mbi kushtetutën të Ilir Rusmajdit, këshilltarit juridik të presidentit dhe ministrit të drejtësisë Partisë Demokratike, që vetëm për hir të integritetit tij moral dhe profesional dha dorëheqjen. Gjatë podcastit, teksa Manastirliu rrëfeu reagimin kur mësoi se do të garonte për Tiranën, kreu i qeverisë shpjegoi dhe arsyeën pse ishte pikërisht ajo zgjedhja e tij. Dhe në rastin konkret, në të gjitha anketimet dhe në të gjitha rrugët e testimit të opinionit, ti ishe kryetare e bashkisë që shumica donte, me diferencë nga çdo lloj emri tjetër që kemi testuar. Në datën 9 nëntor, Tirana dhe 5 bashkitë të tjera do të futen në garën vendore, ndërsa partitë politike kanë nisur përgatitjet për fushatën elektorale. Banka e Shqipërisë thotë se nxitja e pagesave digjitale nuk bën ndesh me direktivat e Bankës Qendrore Europiane, e cila bëri thirrje për mbajtjen e parave fizike. Edhe ekspertët e fushës thonë se vendi ynë është larg ndikimit nga zhvillimet gjeopolitike. Pak ditë më parë, Banka Qendrore Europiane lëshoi një thirrje për qytetarët që të mbajnë para fizike që të mund t'i përdorin në rast emergjence. Një thirrje e tillë vjen në një kohë kur Shqipëria po nxit shërbimet digjitale dhe po mundohet për të reduktuar përdorimin e paras fizike. Por Banka e Shqipërisë në një koment për Vision Plus thotë se apeli i Bankës Qendrore Europiane nuk bie ndesh me nxitjen e pagesave digjitale, por bëhet fjalë për një garanci sigurie në një kohë krizash të jashtëzakonshme, si pandemia apo situata të ngjashme kur kanalet digjitale mund të jenë të kufizuara.
Pagesat digjitale janë e ardhmja dhe ofrojnë shpejtësi, transparencë dhe kosto më të ulta. Ky është objektivi i Shqipërisë në përputhje të plotë me Bashkimin Evropian në arenën ndërkombëtare. Por në të njëjtën kohë, keshi mbetet një element i rëndësishëm i stabilitetit financiar, sidomos në situata krizash të cilave u referohet Banka Qendrore Evropiane, sepse siguron akses universal dhe shërben si alternativë rezervë në situata emergjente. Banka e Shqipërisë në vazhdimsi e ka shprehur qartazi se qëllimi ynë është të promovojmë përdorimin e gjerë të pagesave digjitale, por gjithmonë duke ruajtur rolin e paras fizike si pjesë e ekuilibrit të tregut dhe për të adresuar situata të jashtëzakonshme. Njohës të fushës shpjegojnë se Europa po jeton ditë të pasigurta dhe thirrje të tilla vijnë qoftë për shkak të frikës së përshkallëzimit të tensioneve gjeopolitike, ashtu edhe prej sulmeve kibernetike. Edhe pse normalisht në deklaratat publike të institucioneve teknike financiare nuk shprehet qartë frika gjeopolitike një lufte potenciale me Rusin dhe normalisht të gjithë këto komponent e ekspozojnë Europën dhe vendet europiane ka një risku potencial, pra qoftë goditje fizike ushtarake, po qoftë edhe të këtyre sulmeve të luftës së ftohtë me dron. Këto janë arsye që e kanë shtyrë institucionet financiare qendrore në gjithë Europën në përgjithësi. Ti sugjerojnë qytetarë që të mbajnë kesh për një periudhë afaqshkurte, sepse edhe riskjet kibernetike në kushte normale, pra jo në kushte lufte, ka një farë faze të caktuar rikuperimi. Duke pasur parasysh jo vetëm heqjen e paras fizike, por edhe kalimin e monedhave digjitale për disa vende të avancuara, natyrisht që sulmet kibernetike, ndërprerje të sistemeve apo dhe thjesht ndërprerje të energjisë në shumë vende për shkaqe gjeopolitike apo gjeoushtarake, natyrisht që ka arritur vëmendjen që të kemi një sigurim bazik të funksionimit të jetesës dhe të shërbimeve të ndryshme. Për sa i përket Shqipërisë, Shqipëria është larg këtyre, pasi ka një rritje madje të paras fizike në qarkullim. Thirrja e Bankës Qendrore Europiane vjen pas praktikave që tashmë janë në fuqi në vende si Holanda, Finlanda dhe Austria, ku qytetarëve u këshillohet të kenë nga 70 deri në 100 euro për person para të gatshme. Programet të ngjashme janë zhvilluar nga Suedia dhe Norvegjia. Një banesë është përfshirë nga flakët në orët e vona të mbrëmjes të shtunës në fshatin Pilur të Bashkisë Devol. Flakët janë përhapur me shpejtësi duke djegur pjesën më të madhe të shtëpisë dhe shkaktuar dëme të mëdha materiale. Falë ndërhyrjes së shpejtë të forcave zjarfikse është bëri mundur izolimi i vatrës së zjarrit dhe shmangja e përhapjes së flakëve në banesat përreth. Dyshohet se shkak për djegjen e shtëpisë u bë një shkëndi elektrike. Familjarët e fëmijëve me sindromën Down përballen me vështirësi të mëdha. Prindërit rrëfejnë kalvarin e përditshëm, ndërsa apelojnë për më shumë mbështetje financiare nga shteti. Enkeleta Pillati, nëna e Belkisës, vajzës 16 vjeçare me sindromën Down, në një rrëfim për Vision Plus tregon vështirësitë me të cilat duhet të përballet çdo ditë. Ndërsa ndalet tek problemet shëndetësore të cilat për shkak të sindromës shpesh anashkalohen edhe nga mjekët. Sfidat e përditshmërisë nisim një ditë normale, për shembull, duke nisur që nga xhuara në shkollë. Domethënë Belkisa si vjet ka nisur shkollën e mesme, liceun artistik Jordan Misja, dhe si çdo prind për ne është pak e vështirë sepse është dhe larg, duhet patjetër një prind që të jetë i angazhuar. Problematikat shëndetësore Belkisa i ka pasur problemin me zemrën që e ka kaluar, është operuar 17 muajshe, aktualisht është shumë mirë, por mbas disa vitesh i është shfaqur dhe tiroidja Hashimoto. Përditshmëria nuk është vetëm një sfidë emocionale, por edhe barre rënd financiare, pasi çdo shërbim duhet ta paguajnë vetë pa asnjë ulje apo lehtësim. Çdo gjë ne e kryejmë vetë me pagesat tona. Nga instancat jo, sepse në shtet nuk është se ofrohen të gjitha gjërat, të gjitha analizat nuk është se ofrohen, mjekimet të gjitha i marrim me pagesë, nuk është se kemi ndonjë ulje, dhe pse ajo është me një kemp dhe normalisht duhet të ketë ajo ulje në ilaçet e veta. Për çdo problem shëndetësor të fëmijës së tyre, prindi duhet të drejtohet në spital dhe jo tek mjeku i familjes. Kjo pasi sipas tyre ende nuk ka një protokoll mjekësor për fëmijët me sindromën Down. Informimi kryesor është mjeku familjes, nëse ti i merr ato informacione nëpërmjet mjekut të familjes, do jetë shumë herë më e lehtë për prindin. Se në qoftë se ti nuk e di se çfarë guida mjekësore ka një fëmijë me sindrom, ngelet atëherë diçka enigme. Me mjekun e familjes nuk kam vazhduar asnjë lloj kuite, sepse përderisa nuk e ka pasur
informacionin e dur se çfarë duhet të ndjeki fëmia im, atëherë nuk kam mbajtur fare. I kam ndjekur të gjitha gjërat në spital. Tetori është muaj sindromës Down dhe ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit, pranimin e diversitetit dhe mbështetjen e familjeve të cilave u duhet të përballen çdo ditë me këtë sfidë. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.